Ariu I afrohet gruas në stacionin e autobusit, kur ajo kupton pse vendos ta ndjek atë. Marisa po priste në stacionin e saj të zakonshëm të autobusit në një mëngjes të freskët dhe të qetë, kur ndodhi diçka jashtëzakonshme dhe krejtësisht e papritur. Nga shkuret aty pranë, një arizi I egër u shfaq dhe fidoi ngadalë t'i afrojë asaj. Ajo ngriu, zemra I rihte nga frika teksa kujtonte të gjitha historitë që kishte dëgjuar, se sa të rrezikshme mund të ishin kafshët e egra, veçanërisht të rinj. Instinkti I tha asaj që t'ikte, por diçka në lëvizjet e Ariut e mbajti të qetë. Ai as nuk duke agresiv. Në vend të kësaj, ajo thjesht qëndroi aty, duke parë me një vështrim që dukej më tepër kurioz se sa armiqësor. Terrori I saj fillestar gradualisht I ala vendin një përzierje abije dhe konfuzioni. Ajo kur nuk kishte parë një arush kaq afër, dhe pavarësisht instinktit të natyrshëm për të mbajtur largësinë e saj, ajo nuk mund të shmangte ndjenjën e çuditshme se ai nuk ishte aty për ta dëmtuar. Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqim, abononi dhe shtypni zilën e njoftimeve, në mënyrë që të mos humbisni kur historitë tona të ardhshme. Ngadalë, pothuajse me hezitim, ajo bëri një hap drejt Ariut dhe për abin e saj, ai nuk reagoi në mbrojtje. Në vend të kësaj, I dha asaj një gëritje të butë dhe më pas u largua disa hapa prapa, duke ndaluar për të parë mbi supe, sikur t'i bënte shenjë të ndiqte. Marisa nuk mund ta kuptonte plotësisht, por diçka thellë brenda saj e ndjeu se Ariu kishte nevojë për ndihmën e saj. Disa kalimtarë në stacionin e autobusit panë skenën dhe filluan të bërtasin të alarmuar. Ik, largohu nga ajo kafsh! Ata bërtitën dhe të meruar nga reagimi I qetë I Marisës, ndaj pranisë së Ariut. Por Marisa ndjeu një detyrim të pashpjegueshëm për të injoruar paralajmërimet e tyre. Ajo mori frymë të thellë dhe mërmëriti me vete. Në rregull, le ta bëjmë këtë. Ajo doli nga trotuari dhe ndoqi me kujdes Ariu në pyllin e dendur që kufizoi me rrugën. Sa po la pas trotuarin e hapur, Marisa gjeti veten të rrethuar nga pemë të larta dhe një nëntokë trash. Ajo hodhi një vështrim pas shpatullës së saj, por bota plot zhurmë me qytetin ndihej me milje larg tani, edhe pse ajo kishte bërë vetëm disa hapa. Diçka që ajo mund të shihte ishin pemë dhe gjethe. Tingujt e trafikut u shuan në shushurimin e gjetheve dhe thirrjet e largta të zogjve. Erva tiranë si nga frika, ashtu dhe nga kurioziteti, ndërsa kuptoi se tani ishte vetëm me arushin, e ndar nga kushdo që mund të kishte ndihmuar nëse situata do të kthehej për keq. Me gjithë mjedisin e frikshëm, Ariu vazhdoi të ecte me një ritëm të qëndrueshëm, duke hedhur sytë her pas here për të siguruar që Marisa po e ndiqte akoma. Her pas here, ajo ndalonte, nuaste ajrin dhe më pas I hidhte një vështrim që dukej pothuajse I durueshëm. Marisa nuk mund ta besonte se po e bënte këtë, por diçka në praninë e qetë të kafshës e bëri atë të ndjehej e sigurt. Ajo filloi të pyeste veten se çfarë mund ta kishte shtyrë Ariun t'i afrojë asaj në një mënyrë kaq të pazakontë. Ai ishte I lënduar, apo kishte diçka më të thellë dhe më misterioze këtu? Ndërsa u futën më thellë në pyll, Marisa vuri re se dita po erësoi. Hijet nga mbulesa e trashë e pemës mbuluan dyshemen e pyllit në një errësirë të botës tjetër, dhe ajo kuptoi se nuk I kishte thënë askujt për ndryshimin e papritur të planeve të saj. Ajo duhet të shkonte në bibliotekë për të studiuar, por ja ku ishte, duke ndjekur një ari në pyll. Duke përpjekur të ishte kujdesshme, ajo nxori shpejt telefonin e saj dhe ndau vendodhjen e saj me të dashurin e saj Derek, së bashku me një tekst të shkurtër. Për çdo rast, do ta shpjegoj më vonë. Ajo dinte se ishte një lëvizje e rrezikshme, dhe do duke e çmendur nëse do të përpiqet t'ia shpjegonte atë me mesazh. Por disi, duke ditur se Derek kishte një ide të parafort se ku ishte ajo, I dha asaj pa ngushëllim. Ndërsa ajo vazhdoi të ndiqte drejtimin e ngadalt, por të qëndrueshëm të Ariut, sa më thellë shkonin, aq më shumë intrigoi Marisa. Ariu nuk duke I lënduar apo në ankth, kështu që cila mund të ishte arsyeja pas këtij udhëtimi të pazakontë? Pikërisht kur ajo mendoi se ata do të vazhdonin të ecnin pafundësisht, Ariu e ngadalsoi ritmin, duke nuatur ajrin dhe duke vështruar përreth sikur të kërkonte diçka. Lëshoi një ulërim të ulët, Marisa befasuese, e cila kishte filluar të pushonte paksa shumë. Zemra e saj filloi të rikte përsëri, dhe ajo mendoi nëse kishte bërë një gabim duke I besuar kafshës. Por rënkimi I Ariut nuk I drejtoi asaj. Duke se ishte fokusuar në diçka të fshehur pas një peme të madhe të lashtë disa metra përpara. Marisa hezitoi, e kapur mes frikës dhe një nxitje të fortë për të kuptuar se çfarë po ndodhte.
Duke mbledhur guximin, ajo bëri disa hapa të kujdesshëm më pranë dhe hodhi syt përreth pemës. Atje, e zhritur në një vend të lirë, ajo gjeti një kamping të shkret. Një tendë qëndronte e hapur, lura e saj ishte pjesërisht e grisur, sikur dikush ishte larguar me nxitim. Një zjarr i vogël kampi ishte i ftohtë dhe i vdekur, me hi dhe dru të djegur të shpërndara përreth. Aty pranë, furnizimet e shpërndara shtrihershin rastësisht në tokë. Një çantë shpine, disa kanaçe me ushqime dhe disa veshje. Kurioziteti e pushtoi teksa filloi të shikonte sendet e braktisura. Ai pyeste veten se kush e kishte ngritur kampin këtu dhe pse ishin larguar me kaq nxitim. Teksa kërkonte, dora e saj u përplas me një medaljon të vogël të lëmuar me një fotografi të një familje e brenda. Pranë saj, ajo gjeti një aparat të vjetër me një kartë memorie gjysmë të mbushur. Skena duke e çuditshme, pothuajse si një histori gjysmë e thënë, dhe Marisa e ndjeu veten tërhequr më thellë në misterin e këtij kampi të shkret. Gjatë gjithë kërkimit të saj, Ariu qëndroi afër, me vështrimin e tij intensiv të fiksuar në çdo lëvizje të saj, duke sikur donte që ajo të gjente diçka, të bashkonte një histori që vetëm ajo nuk mund ta komunikonte. Më pas, ajo gjeti një ditar, me mbulesë prej lëkure të ngulitur me një ari. Faqet brenda ishin të mbushura me shkrim dore të kujdesshëm, pothuajse nderues, duke detajuar përvoja dhe vëzhgimet e shkretirës së një udhëtari të vetmuar. Ato pikturuan një pamje të tmerrit dhe abis teksa udhëtari përshkruante dashurinë e tij për pyllin dhe emocionin e të jetuarit kaq afër natyrës. Marisa u prek nga fjalët e tij, duke sikur ky person kishte ardhur në pyll duke kërkuar ngushëllim, bukuri dhe ndoshta disa përgjigje të tjera. Por ndërsa ajo lexoi më tej, toni ndryshoi. Udhëtari filloi të shkruante me obsesion për Arind, veçanërisht për një këlysh të rrallë ariu me gëzof të bardhë, për cilin kishte dëgjuar thashë theme. Ai duke i vendosur për të gjetur dhe dokumentuar këtë kafshë të pazakont, duke besuar se do të ishte një zbulim i madh. Regjistrimet në ditar bëheshin gjithnjëherë shqetësuese, ndërsa Marisa shfletonte faqet, magjepsja e udhëtarit me Arind ishte kthyer në diçka shumë më të errët, një obsesion. Ai shkroi për ngritjen e kurtheve, për të parë lëvizjet e arinjve dhe për planet e tij për të kapur klyshin e bardhë në film. Shënimet e tij u bën të shregullta, të mbushura me diagrame kurthe dhe udhëzime përshqetësues. Të gjitha synonin siguronin këtë krijesë të pakapshme për dokumentarin e tij. Zemra e Marisës shtangu kur kuptoi thellësitë e ambicjes së tij. Ai ishte i gatshëm të bënte përpjekje ekstreme, madje jo etike, për të kapur klyshin, i shtyr nga një dëshirë për njohje dhe jo nga një respekt i vërtet për jetën e egër. Teksa arriti në faqet e fundit, Marisa zbuloi një hyrje rënqese datës vetëm 2 ditë më parë. Udhëtari kishte shkruar për vendosjen e kurtheve duke thënë: "Nesër është dita, karemi është gati, kamerat janë në vend, pasi të kem klyshin, do të iki para se ta marrë vesh dikush, kjo do të jetë trashëgimia ime." Gishtat e Marisës u drodhën ndërsa mbylli ditarin. Këmbgulja e Ariut për ta sjellë këtu papritmas kishte kuptim të përsosur. Nuk ishte as pak e rastishme. Ky ari ishte nëna e klyshit të bardhë dhe kishte kërkuar Marisan si shpresë e fundit për të mbrojtur fëmijën e tij. Zemra e Marisës u mbush nga vendosmëria. Ai kuptoi besimin që Ariu i kishte dhënë asaj dhe e dinte se nuk mund ta braktiste atë tani. Me kujdes, ajo ekzaminoi artat dhe shënimet në ditar, duke kërkuar ndonjë të dhënë se ku mund të ndodheshin kurthet. Arusha nën qëndroi pranë, duke parë me një shprehje shqetësimi gati njerëzore. Ishte e qartë se koha po mbaronte. Ndërsa Marisa fut më thellë në pyll me Ariu në krah, ajo bë shumë e vetëdijshme për pyllin rreth saj. Tingujt e zogjve, cicërima dhe gjethe, që shoqërinë morën një domethënie të madhe, duke mbështetur atë në moment. Ndërsa lundronte nëpër pemë, duke ndjekur sugjerime në ditar, më në fund dëgjoi një peshpërim të dobët në largësi. Një tingull kaq delikat sa përpaksa nuk e humbi, ishte britma e një klyshi të ri. Zemra e saj duke rrahur fort, Marisa shpejtoi hapin e saj. Ariu afrua pranë saj, duke e udhëhequr në përgërmusha. Pas disa minutash, ata u ndeshën me një grop të vogël ku i zë në grackën e një prej kurtheve të udhëtarit, shtrihej klyshi me gëzof të bardhë. Trupi i tij i vockël dridhej nga frika dhe klithmat e tij e shkatëruan zemrën e Marisës. Me kujdes, ajo afrua kurthit, duke u përpjekur ta qetësonte klyshin me përshpëritje qetësuese, ndërsa punonte për ta shliruar. Me në fund, ajo arriti të hap kurthin dhe klyshi, megjithëse hezitoi në fillim, doli jashtë dhe vrapoi drejt te nëna e tij. Ribashkimi mes dy arinjve ishte thellësisht emocionues. Marisa ndjeu sikur po dëshmonte një moment dashurie dhe lehtësimi të pastër, të pathënë.
Ariunën e fyti kulyshin e saj me butësi, duke përcjell një ndjenjë mbrojtje dhe mirënjohje që ka përceu gjuhën. Ndërsa dielli filloi të perëndonte, duke hedhur një shkëlqim të ngrohtë të artë mbi pyll, Marisa i pa dy arinj teksa ktheheshin dhe u zhdukën në pyll. Ajo dinte se kishte parë diçka të thellë, një takim që kishte ndryshuar përgjithmonë. Përvoja latë me një respekt të ri për lidhjet e familjes dhe qëndrueshmërinë e natyrës. Besimi i Ariut nën tek ajo dhe përgjegjësia që ajo kishte ndjerë në atë moment ishte një kujtesë se njerëzit dhe kafshët mund të lidheshin në një nivel përtej fjalëve. Kur më në fund doli nga pylli, Marisa u ndjen ndryshe, e transformuar nga mirëkuptimi i eshtur që kishte ndarë me Arushën nën. Ajo kthye në jetën e saj me një ndjenjë të thellë qëllimi, duke u zotuar se do të mbronte dhe nderonte botën natyrore në çfarëdo mënyre që mundi.